Në Tiranë, Ursula von der Leyen nuk erdhi vetëm për deklarata. Presidentja e Komisionit Evropian lajmëroi zhvillimin e 24 projekteve në Ballkanin Perëndimor, që shkojnë nga inteligjenca artificiale, energjia, por edhe përpunimi i mbetjeve. Nesër do të diskutonin 24 investime të tjera të mundshme dhe së bashku ato mund të sjellin më shumë se 4 miliardë euro investime të reja në rajon. Në Europë janë zhvilluar 10 superkompjuter që mbështesin zhvillimin, por tashmë në Ballkan do të ndërtohen sipërmarrje të inteligjencës artificiale. Po ngrem një rrjedh fabrikash të inteligjencës artificiale në mbar Europën dhe këto janë vende ku bizneset dhe startupet tona mund të zhvillohen, të trajnohen dhe po kështu të dislokohen në gjeneratat e tyre të ardhshme të AI dhe sot mund të deklaroj që ne do të hapim fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Si shembull për ndryshimin ekonomik në vendet që aspirojnë Bashkimin Evropian, solli eksperjenca nga e shkuara. Ekonomia e Polonisë u trefishua në madhësi për më pak se 3 dekada. Në Kroaci papunësia ul nga 17% në 4% vetëm për një dekadë. E njëjta gjë do të ndodhë edhe në mbar Ballkanin Perëndimor dhe nuk po flas për një të ardhme të largët. Ekonomitë tuaja janë të prirura të rriten tashmë me shpejtësi. Vlerësime për projektet dha edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilsoi Ballkanin një horizont të hapur. Ballkani Perëndimor nuk është oborg i pasmi i Evropës, as lagja e tij e dorës së dytë, por horizonti i tij i ri. Një horizont i ri, jo prej moresh e kufish, por horizont energjie dhe imagjinate. Një horizont kur Evropa mund të rizbulojë shkallësinë e saj, oreksin, urinë e saj, nxitjen krijuese dhe mbi të gjitha dashurinë për jetën, për paqen, për të bërit bashk. Bashkimi Evropian tashmë ka miratuar fondin për vendet e Ballkanit, kjo jo vetëm për parafrimin e legjislacionit, por edhe të rritjes ekonomike të qytetarëve.